Teksa ecni rrugëve të Tiranës, besoj se të gjithëve ju ka ndodhur që të shihni mure të pikturuara. E në fakt, ky është arti i grafitit, i cili zbukuron muret e kryeqytetit dhe duket sikur ju jep jetë atyre. Sot në vizionin e pasdites do t'jemi me Mario Dine, artistin e grafitit i cili zbukuron muret e kryeqytetit dhe jo vetëm, një artist shumë dimensional. Di që keni studiuar për arkitekturë, po çfarë ju lidhi me grafitin? Pra, si lindi pasioni juaj për grafitin? Grafiti për mua ka nisur pasi unë isha i apasionuar pas arkitekturës. Le të themi, ajo ishte telajoja që unë do pikturoja më vonë. Arkitektura ishte pasion nga dokumentaret dhe mënyra që unë shikoja se si arkitektët zgjidhin problemet e tyre, duke parë dokumentare të ndryshme, thash, okay, ky është një profesion që unë do doja vërtet ta bëja në të ardhmen, dhe pas disa vitesh, le të themi rreth moshës 13-14 vjeç, unë vendosa të provoj grafiti, pasi e shikoja në internet nga artistë të ndryshëm, se si ata kthenin një mur bosh në diçka e cila linte një gjurmë në qytet, dhe unë më shumë u dashurova me procesin se si realizohej ky grafiti, gjë që ishte një gjë që të fiksonte, ishte një gjë shumë e lehtë për t'u parë, dhe momentin që unë nisa të bëj grafiti, njëkohësisht nisa të realizoja dhe video duke regjistruar çdo proces të saj. Pra, bërja e grafitit dhe procesi i punës të realizimit të saj për mua janë të pandara, dhe sot e kësaj dite unë krijoj këtë lloj bashkëpunimi mes këtyre dy mediumeve të artit për të realizuar veprat e mia. Ju ka ndihmuar arkitektura që të zhvilloni grafitin? Arkitektura dhe arti, në këtë rast i grafitit, i kanë dhënë dhe i kanë marrë njëri tjetrit. Por nëse do ta vendosja se kush është më primar për mua, do thosha arti është ai që furnizon dhe ushqen arkitekturën dhe se si të bësh një arkitekturë të mirë. Pra, unë në art dhe në grafiti eksperimentoj mes patternave, ngjyrave, se si ato rrinë më mirë me njëra tjetrën, duke bërë një botkuptim se çfarë ekziston në realitet dhe si mund ta transmetojmë këtë më pas në diçka reale siç është arkitektura. Ka ndikuar në anën vizuale duke më bërë detajist në pjesën se si unë e konceptoj telajon. Në këtë rast, arkitektura është telajo për veprën time të artit dhe unë gjithmonë e marr në konsiderat jo vetëm vendin ku unë do bëj pikturë, por çfarë ka përreth, duke parë çdo element që ka konteksti rreth e rrotu dhe duke integruar ato së bashku, duke unifikuar pikturën me ambientin real ku ajo ndodhet. Pra për mua, arkitektura dhe arti në këtë rast janë të pandara dhe janë në simbiozë me njëra tjetrën, duke nxjerrë një medium të ri arti, le të them. E keni mësuar atë në mënyrë autodidakte? Grafiti është studiuar komplet në mënyrë autonome, duke parë video në internet, duke praktikuar, duke bërë pauza, duke rifilluar sërish, dhe me kalimin e kohës shikojnë që ke progres, për mua ka qenë thjesht një hobi, ndërsa sot, le të themi, shumica e njerëzve më njohin për grafitin sesa për arkitekturën. Edhe pse arkitektura në vizionin tim është primar dhe sigurisht kërkon më shumë kohë që të dali në pa. Mario, pak më përpara më përmende fëmijërinë tënde, po le të kthehemi pak, si e kujton ti fëmijërinë? Unë kam qenë një fëmijë shumë ekspresiv. Ndoshta gjithmonë duke kërkuar për një gjë të re, për të provuar një medium të ri. Në fillim mbaj mend që fillova duke eksperimentuar me kërcim, kishim një grup kërcimi me shokët e lagjes, mësonim koreografi të ndryshme, më pas në shkollë, në 9-vjeçare, le të themi, unë isha duke kënduar, duke mësuar kitaren, dhe më vonë e gjeta veten te arti vizual dhe aty vendosa të qëndroj për kohën time më të gjatë deri sot, pasi ishte forma më e mirë që unë mund të shpreja veten. Ka qenë një fëmijëri shumë aktive, prindrit kanë qenë shumë suportues për çdo vendim që unë merrja dhe kjo më dha mundësinë që unë të eksperimentoja dhe të gjeja veten ku qëndroj. Si e sheh grafitin në Shqipëri? Sa ecën ajo, se sa njihet si art? Grafiti në Shqipëri nuk ka pasur një kulturë deri më sot. Le të themi ne jemi pionerët e parë që e kemi sjellë si kulturë, por mendoj që është një aspekt shumë natyral i të bërit art dhe mund ta krahasojmë që me pjesën kur njerëzit shkonin në përshpella dhe linin gjurmët e tyre në vendbanime.
Pra është një proces mendor që ndodh automatikisht dhe është në senset tona, le të themi është në ADN-n ton, për të lënë gjurmën e tyre në vendin kur ai përket, që të ndihet i gjallë, të ndihet që ai është pjesë e një komuniteti, e të prezantoj veten e tij aty. Sot grafiti shihet si ajo lirshmëria e të shprehurit, kjo lloj ndjesie të bën, të jep një lloj adrenaline që të bën të ndihesh gjallë. Dhe prandaj shohim në vendet më strikte si Gjermania ose vendet që kanë një shtet të fortë në rregulla, aty grafiti është dhe më i përhapur dhe kjo i bën njerëzit që të rebelohen më shumë. Grafiti mund të njihet edhe si art i rrugës, po si ndjesh ti për këtë fakt, pra të njihesh si një artist i rrugës? Atëherë ka një diferencë mes artistave, le të themi të grafitit, ndahen në street artist dhe graffiti artist. Graffiti artist janë ata që lënë emrin e tyre kudo dhe shpesh herë shihen si vandalizma, ndërsa street artist janë ata që bëjnë ato muret e bukura, portretet dhe ata shihen si artist real, një lloj si piktorët dhe çdo person tjetër dhe janë shumë të vlerësuar kudo në botë pasi është një lloj sporti ekstrem, le të themi, dhe kërkon aftësi shumë të larta që ti të bësh një pikturë në ato lloj nivelesh të mëdha. Kështu që mendoj se në Shqipëri është shumë i përqafuar dhe njerëzit e duan. Mendoj në këtë qytet e ngri dhe bosh që ne kemi, disa ngjyra më shumë, kurse si nuk do bënin dëm dhe e ndjej edhe nga njerëzit gjithmonë ata suportojnë edhe janë shumë të lumtur që unë po bëj diçka të bukur. A ke pikturuar ti muret të Tiranës? Po, kemi bërë disa projekte në qytet. Cilat janë disa nga pikturat që ke realizuar në muret e kryeqytetit? Atëherë kemi bërë rreth 5 hyrje te stadiumi Selman Stërmasi me tematika nga më të ndryshmet, 4 prej tyre ishin portrete, kemi bashkëpunuar në për evente nga më të mëdha dhe mundohem që veprat e mia të artit të jenë ato të cilat vërtet për mua kanë kuptim dhe dalin prej shpirti dhe jo ta bëj këtë lloj arti si profesion duke kthyer në biznes. Pasi profesioni për mua është vetëm arkitektura. Dhe kjo është për të përmbushur shpirtin. Çfarë kërkohet më tepër, pra duke filluar nga portretet, ndoshta personazhe të filmave vizatimor apo diçka tjetër? Projektet më të mëdha janë të lidhura me bizneset, pasi bizneset ju intereson për pjesën e marketingut, për të bërë një faqe të bukur në biznesin e tyre, kështu që ata janë dhe personat të cilët marrin përsipër që të investojnë te kjo gjë, dhe unë gjithmonë lidh konceptet e biznesit me pjesën e artit. Ke eksperimentuar jashtë vendit me grafit? Po, kemi pasur disa projekte jashtë vendit. Një nga projektet më të mëdha që kam bërë ka qenë në Firenze, në një klub, rreth 16 piktura prej tyre në stilin e sprajteve fluorescente, të cilat shkëlqejnë kur i vendoset drita blu, duke dhënë një dimension tjetër të artit. Në krahasim me Shqipërinë, si e sheh grafitin jashtë? Jashtë vendit ka rreth 3-4 gjenerata breza të cilët e kanë trashëguar si kulturë dhe atje është shumë masive në krahasim me këtu. Le të themi në Shqipëri jemi rreth 10 artistë, është një adrenalin tjetër. Ata janë grupe nga më të mëdhajat, bëhen, bashkohen me njëri tjetrin, dalin aksione, kanë një lifestyle komplet ndryshe nga çfarë mund të jetë këtu. Edhe zakonisht kur udhëtoj bëhem me ta, kam krijuar shoqëri dhe është një tjetër ndjesi të shohësh kulturën e vërtetë të grafitit. Po në Shqipëri e keni provuar që të bëheni grup edhe të pikturoni diku në rrugët e Tiranës? Po, jemi një grup në fakt, jemi bashkuar, le të themi, artistët më të mirë në Shqipëri me njëri tjetrin. Për momentin kemi formuar një grup, është akoma në hapat e saj të parë, është si një bebe që po rritet. Ti Mario, nga frymëzohesh për të realizuar të gjitha pikturat e tua me grafit? Frymëzimi është në nivel universal, le të themi, çdo detaj që e bën këtë jetë të jetueshme, çdo detaj se si funksionon natyra, mua më frymëzon për ta paraqitur dhe për ta përkthyer këtë në emocionin që mua më jep. E mund të jenë dhe detaje nga më të voglat, interaksione sociale, detaje të cilet njerëzit ndonjëherë nuk i vënë re, për mua janë gjëra shumë domethënëse dhe mundohem t'i përkthej. Sa u takon mjeteve që përdorni për të realizuar grafitin, cilat janë disa prej tyre? Mjetet kryesore që përdorim artistët për të krijuar grafiti është sprajti. Sprajti është, le të themi, elementi kryesor, por unë nga që kam nisur fillimisht me pikturë, më pas kalova në grafiti, kjo më bën të mundur që të përdor dhe penelin edhe mediume të tjera si markeri, duke ndërthurë me njëra tjetrën dhe duke krijuar disa piktura të cilat duken edhe më ndryshe se vetë grafitit që bëhen me spray. Si
i kombinon ngjyrat? Ngjyrat unë i kombinoj në varësi të teorisë së ngjyrave. Në fillim ka qenë thjesht eksperiment duke parë se si këto ngjyra rrinë me njëri tjetrin, po me kalimin e kohës ti shikon që disa ngjyra për të shprehur një emocion ndikojnë më mirë se sa disa ngjyra të tjera, ose po të vendosësh në kontrast një ngjyrë portokalli përballë një jeshile, ajo do të japi një emocion tjetër, dhe ky është dhe eksperimenti që po thoja që më ndihmon dhe në arkitekturë për të ditur se si marrëdhënia mes dritës, hijes dhe lojës që krijohet mes tyre është e pafundme. Këtë e kam mësuar nga videot që shikoja në YouTube, duke parë artistë huaj që shkonin eksploronin vende të pabanuara dhe aty linin gjurmët e tyre. Më shumë më pëlqente procesi, mund të shikoja një video rreth 1 orë duke parë çdo detaj, si ai fillonte skicën deri në përfundimin e saj, dhe pa u mërzitur fare mund të shikoja rresht video të këtij lloji dhe më dukej një gjë shumë e lehtë. Thosha, okay, nëse ky mund ta bëj këtë, patjetër që unë mund ta bëj, dhe kjo më jepte inspirimin që unë të merr iniciativën ta provoja vetë. Sigurisht kur e provova vetë me sprite që ishin në Shqipëri këtu në atë kohë, ishte e vështirë, po kjo nuk më ndaloi mua që ta vazhdoj ta praktikoja derisa arritin edhe në këtë nivel sot, kështu që fëmijë, nëse e pëlqeni, thjesht mos ndaloni, praktikohuni sepse patjetër do ja dilni. Kush kanë qenë disa nga përshtypjet e para që kanë zgjidhur për para grafitin tënd, për artin tënd? Disa nga përshtypjet e para kanë qenë familjarët, sigurisht. Unë bëja grafitit edhe ata ishinin ato me një sy që okay, është gjë e bukur, po ku po e bën? Mos do na futesh në probleme me dikë. Më pas ishte shoqëria, gjë që dhe ata më mbështesnin shumë, filluan të pyesnin a do ma bësh një gjë të tillë te shtëpia ime, te lagja ime. Më pas kaloi në një nivel tjetër ku ishin eventet. Ke një teknikë të veçantë për këtë art? Po, teknika ime kryesore dhe që po vazhdoj të eksperimentoj ende është me ngjyrat fluoreshente, të cilat kur i vendoset drita UV ose ndryshe ultraviolet, ato nxjerrin një realitet tjetër, duke bërë ngjyrën fluoreshente të shkëlqej, dhe duke eksperimentuar me këto dy nivele drite, mund të bësh në të njëjtën telajo dy piktura të ndryshme, dhe këtu e shoh veten pasi nuk kam parë një artist tjetër që ta realizoj këtë, po dhe për mua gjithashtu më jep një koncept që e njëjta gjë varet nga perspektiva, mund të tregoj dy realitete të ndryshme. Çfarë e dallon pikturën tënde të grafitit në krahasim me të tjerët? Ajo që e dallon artin tim nga artet e tjera është që unë çdo vepër arti që bëj, e bëj me një mendim dhe intention të pastër në kokë, duke gjetur një frymëzim shumë shpirtëror, dhe nëse ajo nuk ekziston, unë nuk e marr fare për si për ta bëj, dhe gjithmonë procesi kreativ në të është i lirë, dhe unë nuk e di kur përfundimin, ndryshe nga artistë të tjerë që e din përfundimin se si do dali, unë e lë të lirë dhe eksperimentin të vazhdoj. Punët kanë qenë nga më të ndryshmet, dhe një nga preferuarat e mia ka qenë për femrat me kancerin e gjirit, ku ne secili artist ka bërë një pikturë dhe këto janë çuar në një ankant, ku piktura është shitur për 4.000 euro në Zvicër, dhe të gjitha paratë që u mblodhen shkuan për donacion të vajzave të prekura nga kjo sëmundje, dhe këtu mund të shohësh shumë qartë se si arti vërtet mund të ndikojë në shoqëri dhe të nxjerrë një benefit prej saj.